Trashëgimia kulturore në qytetin e Gjirokastrës është shpalosur sot në një aktivitet kushtuar ditës së trashëgimisë kulturore kombëtare. Ekspozitë fotografike nga mjeshtri Stavri Çati me kostumet popullor të 8 zonave etnografike të Gjirokastrës, ekspozitë me materiale të riciklueshme, parade kostumeve popullor, polifoni, ishte gjithçka që gjallëroi pazarin e qytetit UNESCO-s në organizimin e titulluar Identitetet që bashkojnë kohët. Centra kulturore e fëmijëve vazhdimisht ka promovuar ballën popullore dhe polifonin, të cilat janë një pjesë e pandashme e festave dhe gëzimeve tona. Të gjitha këto punime janë të bërë nga nxënësit. Ka të bëjë me qytetin e bukur të Gjirokastrës, të gjitha punimet janë të lezetshme. Për shembull, kemi që janë të punuara me dorë kalan, kemi shtëpi të punuara që janë të veçanta të qytetit të Gjirokastrës. Kemi sheshin e Çerçizit që është shumë e bukur dhe kanë bërë shumë të bukur nxënësit. Kam veshur kostumin popullor të Lunxherisë. Kostumi vajzave? Po. A si përbëhet ky kostum? Përbëhet nga këmisha, fundi dhe coha e Lunxherisë. Në këtë organizim të Drejtorisë Rajonale të Kulturës Kombëtare, Bashkisë Gjirokastër dhe TIT Gjirokastra, s'mund të mungonin as gatimet tradicionale, që këtë herë erdhën të përgatitura nga kursi i kuzhinës në qendrën e formimit profesional. Ne si qendër e formimit profesional Gjirokastër bashkë me kursantët e kursit të kuzhinës që zhvillojnë aty në qendër, kemi bën gatimet më të preferuara ose më të tërhequra dhe nga turistët. Kemi bën çift-çift, kemi bën qoftet, byreqe dhe hasude. Këto janë gatime që janë gatuar nga kursantët që ndjekin kursin në qendrën e formimit profesional. Ne mund të themi që si këta kursant që kanë gatuar sot, ne ju ofrojmë të gjithë të rinjve që të marrin pjesë në këto trajnime ose në kurse profesionale për të aftësuar dhe për të mësuar, për të bënë më të mirat në kulinarinë e kuzhinës. 29 shtatori kremtohet si dita kombëtare e trashëgimisë kulturore që prej vitit 2003. Në qendër të kësaj dite qëndron përkushtimi dhe sakrifica e të gjithë atyre që kanë kontribuar në formimin dhe studimin e kësaj trashëgimie, e po aq edhe vepra dhe jeta e atyre që janë sakrifikuar drejt për së drejti për të.